Shqiptar të panjohur, një ekspozitë që nxjerr në dritë portrete të heshtura të një kombi që jo gjithmonë ka patur mundësinë të njohë veten, vjen nga artisti Ben Brushi në hollin e kryeministrisë. E vendosur si një rrëfim i munguar i historisë së njerëzve të zakonshëm, ekspozita shpalos fytyrat, emrat dhe jetët e atyre shqiptarëve që nuk u shkruan kurrë në libra. Janë burra e gra, të rinj e të moshuar, qytetarë të thjeshtë, por me histori të jashtëzakonshme, të cilat rrjedha politike, sociale apo thjesht harresa i lanë jashtë vëmendjes. Nëpër Shqipëri gjen shumë njerëz si këta që un kam fotografuar. Duke bërë portretet e tyre ose mënyrën se si ata lëvizin, si jetonin, unë mësova të fotografoj praktikisht. Pra këta janë si thosh mësuesit e mi në një kuptim. I kisha një detyrim për të sjellë në një ekspozitë gjithë bashkë. Un kam mira foto, po 42 për tyre, edhe besoj që njerëzit e kanë pëlqyer, sepse shohin një lloj Shqipërie që nuk e shef çdo ditë në televizorët e Shqipërisë. Janë njerëz spanjor, modest në punën e tyre, nuk shqetëson asnjëri, nuk japin mend askujt. Jetojnë normalisht edhe fakte janë Shqipëria. Me një sy që përzihen shkrimtarin me fotografin, Ben Brushi ka arritur të ndërtojë një narrativ që rrëfen pa fjalë përmes syve të atyre që ndoshta nuk folën kurrë. Fotografitë dhe tregimet e tyre nuk janë as muzeale, as larg realitetit ton, por përkundrazi, janë pasqyrë gjallë e kthjellë dhe ndonjëherë e dhimbshme. Unë nuk jam fotograf. Unë jam njëri kurioz, që eci nëpër rrugë edhe jam kurioz për të parë edhe për të njohur njerëz të panjohur. Edhe ai që fotografon me një aparat në dorë, i ngjan pak një qytetar që del në një pyll edhe kërkon prenë vet. Edhe unë kërkoj subjekte që më pëlqejnë, njerëz interesant, burra, gra, fëmijë apo turma njerëzish në disa raste. Shumica e tyre është një histori në vete. Pra unë mund të tregoj një histori për secilin prej tyre, sepse në momentin që ti e fotografon dikë, krijon një marrëdhënie. Kjo ekspozitë nuk është thjesht një ftesë për të parë fotografitë e shkrepura në optikën e Brushit. Është një katarsis shpirtëror që e përfton çdo kush që bëhet pjesë e saj. Aty ku do të mund të gjeni fytyrën e çdo shqiptari brenda dhe jashtë kufive.